10 dhjetor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Presidenti Trump e ndjen që kryesorja për votuesin amerikan është ekonomia. Ajo që flitet është sa e përballojnë njerëzit të paguajnë për mortgage-n e bankës, për benzinën, për qiran, për ushqimet, dhe duket se një pjesë e madhe e amerikanëve mendojnë që Trump nuk po realizon premtimet e tij. Dhe kjo është dhënë nga pollet, sidomos nga Fox News, kanal ultra i djathtë. Ndaj Trump është detyruar të dalë përsëri në skenë tek mitingjet. Ka qenë në Pennsylvania, në një kazino, nuk kanë qenë shumë se 2000 vetë, ndaj mos i duket habi që Berishë si dalin 700-800 vetë, ose lapajt 50, nuk ka rëndësi numri, ka rëndësi mesazhi. Jetojmë në kohë moderne, ku është e vështirë që të mbledhësh një grup shumë të madh njerëzish edhe të protestojnë. Tani ju mund të thoni që pse protestohet në Serbi, pse protestohet në Bullgari, pse në Francë? Kombet ndryshme kanë nivel civilizimi më të lartë, përgjegjësi më të madhe dhe reagim më të madh. Nuk mund të ofendojmë kombet si ynë, sepse në 90-ën ju e mbani mend se si mbusheshin sheshet, apo kur e majta është ajo që vë shkrepsen e protestës, si të ndodhi me rebelimin e kuq 97-ën, apo 21 janar. Oferta ndaj njerëzve, çasti, momenti është përcaktues. Ndaj presidentit Trump kanë filluar shenja që një grup i republikanëve nuk nënshtrohen, nuk janë skllëvur të dominancës të masive. Një nga këta është Marjorie Greene, kongreswoman e Florida, Carolinas, e cila deklaroi se do t'i jap dorëheqjen mbas presioneve të mëdha të Rusisë të madhe nga Trump, kur ajo doli haptos kundër tij në lidhje me qasjen ndaj Izraelit, me Gazën dhe me dosjen Epstein. Në intervistë 60 Minutes, emisioni elitar më i shikuar nga e majta, ajo tha një fakt, edhe pse niveli i saj është niveli urit, që nga mbas shpine, si në Senat dhe në Kongres, republikanët përqeshin Trump. E din që ai nuk është për nivelin e presidencës dhe shumë prej tyre janë kundër tij. Kjo është këmbana e alarmit. Problemi tjetër me zotin Trump është problemi shëndetësor. Shpesh herë në duart e tij shikohen shenjat të shiringave, serume të mëdha, transfuzione, dhe ai e ndjen që ndodhet përballë një mortaliteti vdekshmërisë politike por dhe reale. Në qoftë se në mes mandat do të humbas Partia Republikane, humbet Kongresin dhe Senatin, kjo është vdekja politike e presidentit Trump. Ai po mendon për trashëgiminë politike. Dëshira e tij e dikujt që pret që të vdesë edhe fizikisht, kërkon që Kennedy Center të marrë emrin e tij. Pra të lërë emër nga pas. Instituti i Paqes i vun emrin Donald Trump. Kërkon të shkatroj Dallas Airport, aeroporti kryesor i zonës Washingtonit, për Dallasin e madh, me idenë që ta quaj aeroporti Trump. Republikanët janë përballë mundësisë që J.D. Vance mund të jetë president gjatë këtij mandati, nëse nga ana shëndetësore zoti Trump do të dorëzohet. Pra mund të bëhet i pa aftë, sepse ka shenja Alzheimer, ka dementia, thuhet se ka pasur 2 stroke cerebrale, dhe ai duket që nga ana shëndetësore është shumë herë më keq se çka qenë, nuk e kam energjinë, dhe disa herë kamrat e kanë kapur momente duke dremitur gjatë mbledhjeve të kabinetit të tij. Ky nuk është Trump. Trumpi gjithmonë rrezaton energji. Ndaj ka dalë në fushat, ndaj ishte në Pennsylvania dhe kërkon të flasë për këtë
përballimin e ekonomisë çmimeve të mëdha. Inflacioni është 3%, kaq ishte një vit më parë. Janë 36 shtete që çmimin e benzinës e kanë nën $3. Pra, çmimi i benzinës është diku te $3 për gallon, ndërkohë që me Bidenin shkoi deri në 3.50, por ato ditë që Biden, kur Trumpi erdhi në Shtëpinë e Bardhë, 30 duhet të ketë qenë. Pra, ende, edhe pse orientimet janë për çmime masive të pusës naftës, nuk ka ndodhur. Ka një përplasje të madhe tek emigracioni dhe deportimet. Ai çari i emigracionit, Tom Homan, thotë që të deportojmë vetëm ata që janë me dhëna kriminale dhe që kanë marrë një deportim. Sekretarja e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Homeland Security, thotë jo, duhet të deportojmë gjithkënd. Në fakt, numri i emigrantëve të paligjshëm është shumë i madh, mund të jenë 20 milion. Është një çmenduri e Bidenit që kufiri u hap tërësisht pa asnjë lloj vettingu, si nga ana shëndetësore, vinin njerëz të smur, njerëz të çmendur, me probleme mendore, vinin nga burgjet dhe nga kultura që nuk njohin as pak kulturën amerikane. Pse? Kërkoi të rriste numrin e të varfërve për të bërë një shtet social si Gjermania, si Franca, dhe duke e bërë më të vështirë për të varfërit amerikanë, sepse këta të varfër që do vinë me 20 milion do të përfitojnë nga ky shtet social dhe ai do të kontrollojë më shumë votat. Pra është një strategji e të majtës amerikane, sa më shumë të varfër, sa më shumë njerëz të kontrolluar, sa më shumë vota në favor tyre. Sulme ka pasur edhe për antar të kabinetit zoti Trump. Hegseth, sekretari i Pentagonit, është në tërësi të madhe mbas vrasjes trafikantëve potencial me varkat e kokainës nga Venezuela, por sipas gjithë ligjeve ndërkombëtare, kur dikush kërkon ndihmë, ti duhet t'i ofrosh ndihmë. Hegseth nuk e ka bërë. Edhe pse në 2016 ka pasur një qendrim tërësisht tjetër, por Trump ta mbroi. Ndërkohë, të rënden akuzat ndaj Kash Patel nga një grup i madh zyrtarësh të FBI që kanë përpiluar një raport rreth 112-113 faqe, duke kaluar Senatit dhe Kongresit me shkeljen e tij, FBI është pa timon. Rënja e çështjeve për ish drejtorin e FBI dhe prokurorin e New Yorkut përsëri kanë krijuar probleme të tjera, ndërkohë që çështja e Boltonit ende nuk është hapur në gjykatë, po bëhet ai discovery process, dhe ka gjasat që edhe ajo të minimizohet, edhe pse dihet që nuk ka shanse që Bolton të dënohet, sepse ka kaluar në një gjykatë përpara se të botohet libër, dhe aq më tepër sistemi i drejtësisë favorizon dikë që nuk ka dhëna dënime kriminale më parë. Sot përsëri Trump ka qenë trësnues ndaj Zelenskit, kërkon që të realizojë paqen me çdo kusht me Ukrainën duke favorizuar Rusinë. Kjo është në duket parë dhe i ka bërë presionet që ti duhet bësh zgjedhje, sepse nuk ka më demokraci. Ndërkohë fëmijët e tij, Trump Organization, ka 7 projekte të mëdha real estate në vendet arabe. Dubai, në Katar, luajn miliarda $. Akuza nga e majta, nga media, për dhëndrin e tij të llastuar dhe mediokër, i cili është përfshirë edhe tek aferat e Netflix e Warner Bros, kërkojnë që të marrin pronësinë e CNN-it. Personi që u largua nga Trump mbas deponimeve të tij kundra Trumpit për 6 janarin, dhe dihet një situacion thuajse separated me Ivankën, e cila pas kërka nisur dëshirën të lexojë libra për Shqipërinë. Mendon se do të jetë guvernatore me faljen e Sazanit. Por e majta, në një rast të marrjes Kongresit, do të fillojnë impeachment, shkarkimet, hetimet e mëdha dhe fëmijët e tij, por dhe Kushner, do të jetë një barrë e madhe me Trumpin, i cili premtoi shumë, ishte një fat për këtë komb në këto çaste të vështira të vinte përsëri Donald Trump. Nuk është e lehtë. Deep State është shumë i fuqishëm, është shumë e vështirë për të përmbysur diçka që ka dekada. U orvat shumë Elon Musk,
që të shkatronte burokracinë e madhe dhe të kursente me miliardë dollar, dhe i thotë që janë 100 miliardë në 200 miliardë dollar në vit, zambi, pagesa që nuk dihet. Por sistemi i korruptuar i politikës amerikane i do që kjo para e pisë të vazhdojnë sistemin politik, thaj. Gabova që shpenzova kohë me Doge, duhet të isha marrë shumë me biznesin tim. Është tërhequr nga ideja e krijimit të partisë që pati fillimisht e di frikën që nuk përplasesh dot me Trump. Trump është i pakënaqur me Senatin që pengon nominimet e tij. Duhet të ketë rreth 1000 nominime politike, ka kaluar edhe 200, edhe në mandatën e parë është një proces që Senati duhet të ketë 60 vet që të kalojnë nominimet dhe një senator i thjesht bllokon. Ende nuk kemi një nominim për ambasadorin në Shqipëri, është tregon indiferencën e madhe ndaj vendit tonë. Lënë në nivel legate, shumë të ftohtë me Ramën, jo kam thënë disa herë, nuk ka asnjë takim zyrtar as këtu, as në Shqipëri me zyrtar të lartë amerikanë, të cilët vinë nuk e përfillin. Media amerikane ka qenë shumë e ashpër ndaj tij, nuk është thënë kur për një kryeministër të NATO-s si Noriega ndaj Ramës, janë sulme të erpasershme të përqendruara te Washington Examiner, ekstremi djathtë i republikanëve. Janë dy media djathta në Washington, Washington Times dhe Washington Examiner. Washington Post dihet që është ekstrem i majt liberal. Ne duam që atë përqendrim të madh që Trump i ka kushtuar hemisferës perëndimore t'ia kushtoj edhe Ballkanit. Nuk do ta dëmtojë Kosovën, është ideja, do të kërkojë marrëveshje tregtare, transaksione, si gjithmonë, por ai që prish, ata që prishin në këtë mes është Kushneri përsëri, djalit i Donald Trump Jr. dhe Grenell, të cilët kanë investime të mëdha në Serbi, në Beograd, por nuk i kanë dhënë dot asnjë favor Vučić, me të cilin u tallën. I siguruan vetëm një telefonat kur Trump fitoi si president, telefonate dëshiruar dhe ëndruar nga Rama që nuk ndodhi kur, me sponsorizime me lobin që e dërguan deri në dyert e Mar-a-Lagos, dhe ai u largoi duke nxjerrë atë arsye shëndetësore. Uroj kjo të ndodhte me Ramën. Do t'i them dje dhash pjesë nga intervista e Berishës në 95-ën, është intervista e përkryer e parë e Berishës si president, dhënë për Focus në 95-ën, shpjegon çdo gjë. Janë kohë përmbyse, sot është detyruar që të përshtatet me atë realitet politik, me lojra të ndyra, me idenë për të rikthyer edhe një herë. E kam pyetur aso kohë, do t'i them, si e kujton krijimin e Partisë Demokratike? Ai ishte një fitore e madhe politike, një kënaqësi shqiptare. Si do ta përshkruanit këtë fitore të madhe, është pyetja ime. Berisha është përgjigjur, dhjetor 95, besoj se për një vend që për 70 vjet të historisë të tij kaloi në një regjim absolutist dhe më vonë në monizëm absolut, krijimi i një partie të vërtet opozitare shënoi një nga fitoret e mëdha të historisë së tij kombëtare. I tillë ishte dhe themelimi i Partisë Demokratike. Mbledhja ka zgjatur 1 orë e gjysmë. Diskutimet janë zhvilluar kryesisht ta quajmë parti apo të mos e quajmë kështu, me qenë se njerëzve u kishte ardhur në majt hundës fjala parti. Nga ana tjetër, po të mos e quajmë parti, çfarë përshtypje do të bënte, thot Berisha. Kur u thatë studentëve, e pyes, Berisha përgjigjet, studentëve ju është komunikuar vendimi sapo kemi dalë nga mbledhja. Si e pritën këtë lajm? E kanë pritur me një entuziazëm shumë të madh. Dhe pastaj I jemi përkushtuar punës për hartimin e programit. Pas 2 ditësh kanë ardhur element të tjerë, të cilët u bën eksponent të Partisë Demokratike. Kemi hartuar programin me kryeministrin, Gramozin, kanë qenë dhe të tjerë. Nga doli programi, e pyes. Gjithë programi ka dalë nga karta e Helsinkit dhe dokumenti i Kopenhagenit. Një program I shkurtër,
i cili u pëlqye shumë si brenda dhe jashtë vendit. Ai program ishte, do të thosha, një pasaport e shkëlqyer e Partisë Demokratike. Doktor, mbas krijimit të Partisë Demokratike vinë zgjedhjet e para, humbja. Si reaguat? Ishte thjesht një gjë taktike, mbledhje forcash për goditjen përfundimtare? Nuk mund të them se u zhgënjeva nga humbjet në zgjedhjet e para, sepse fushata u zhvillua në mënyrë me dhunë dhe terror të pashembull, me dhjetra të vrarë dhe të plagosur, dhe para alternativës të hynim në zgjedhje apo të bojkotonim zgjedhjet, isha i përcaktuar të hynim në zgjedhje në mënyrë që forcat demokratike të kishin një shtyllë në parlamentin shqiptar dhe ta vazhdonin luftën politike edhe në parlament. Mbas kësaj, doktor, vjen 2 prilli në Shkodër. Masakra e Shkodrës ishte akti më i dhunshëm, më i turpshëm mbas Timoshenkos që regjimet komuniste kanë kryer në Evropën lindore. Ne e denoncuam me forcë këtë masakër në të gjithë botën. Amerika si reagoi? Ato ditë u ftova në një seancë dëgjimi në Senatin Amerikan në lidhje me këtë masakër. Por mendoj se ky akt, sakrifica e tyre, i shërbeu në mënyrë të jashtëzakonshme shpejtimit të rënies përfundimtare të diktaturës komuniste në Shqipëri dhe fitores së forcave demokratike. Pas kësaj e pyes vjen qeveria e stabilitetit. A ishte një lëshim taktik, diçka që diktonte koha, që doje s'doje do të bashkëpunoje me komunistët, edhe duke e ditur se kush ishin ata, apo thjesht një lëvizje për të fituar kohë? Për qeverinë e stabilitetit, thot Berisha, ka pasur dhe ka kritika, dhe jam i bindur që analistët do të shprehin mendimet e tyre dhe kundërshtit për këtë qeveri. Unë personalisht e kam mbështetur krijimin e qeverisë së stabilitetit vetëm për një arsye. I gjithë përkushtimi dhe angazhimi im në lëvizjen demokratike ka patur si një nga linjat themelore shmangjen e gjakderdhjet. Pse, doktor? Kam qenë i bindur se me gjakderdhje nuk mund kemi atë demokraci që duam. A kishe kundërshti brenda partisë? Kishte shumë mendime, shumë kundërshtime për këtë pikpamje gjatë asaj periudhe. Sidomos pas zgjedhjeve, këto pikpamje u shpeshtuan. Shumë njerëz vinin dhe protestonin te unë duke thënë se lidhur me tolerancën që po dëshmoni, po dëmtoni shumë thellë demokracinë. Ata përdorën dhunën kundër nesh. Vranë antar të Partisë Demokratike, vranë themelues, udhëheqës të partisë. Aq sa çishte përçudnuar sistemi tjetër, po aq i përçudnuar do të ishte neokomunizmi shqiptar. Ata ishin njerëz të pafajshëm, po, njerëz të pafajshëm. Kështu që pakënaqësia ndaj kësaj linje po vinte duke shtuar dhe unë isha shumë i shqetësuar nga kjo. Çfarë të keqe kishte? Bindja ime e thellë ishte se nuk mund të gëzonim demokracinë që donim nëse nuk parandaloj gjakderdhja. Dhe forcat të gatshme dhe të vullnetshme për të krijuar gjakderdhje kishte jo pak në administratën e shtetit komunist. Pikërisht për këtë arsye, në një kohë kur vendi ishte i paralizuar, kryesia e Partisë Demokratike vendosëm në mënyrë kolegjiale të krijohet qeveria, por jo koalicion. U quajt qeveri stabiliteti, por në të vërtetë ajo u shndrua në qeveri koalicioni, sepse mashat e pushtetit vjetër e shfrytzuan qenien tonë dhe shndruan Partinë Demokratike në një mbrojtje të vërtet politike për të justifikuar të gjithë diktaturën neokomuniste që donin të instalonin Shqipërinë. Sa muaj do të qëndronin në këtë lloj qeverie? Ne vendosëm të hynim me vendimin që do të qëndrojmë 6 muaj. Jam shumë i kënaqur të konfirmoj para opinionit që megjithatë, me gjithë kundërshtimet dhe dëshirat e kundërta, ajo ndërprer brenda 6 muajsh dhe e konsideroj një nga vendimet më të drejta.
Çdo shqiptar kujton fitoren e 22 marsit. Si e kujton presidenti i parë? E kujtoi si një nga fitoret më të merituara të forcave demokratike shqiptare, aspiratave demokratike të popullit shqiptar, si një ngadhënim të përpjekjeve tona, por e kujtoi edhe si një ditë e cila gjeti Shqipërinë në kaos, anarki, varfëri, mjerim, dhunë, terror dhe me një imazh ndër më të zi ndonjëherë në historinë e saj. Isha i bindur se në rrezet e diellit, në dritën e demokracisë, të gjitha këto plagë së bashku, jo që nuk do të fshiheshin, por do të duheshin shumë më tepër. Do të duheshin edhe ato anë të cilat teri i diktaturës i kishte mbuluar. Por njëkohësisht, 22 marsi solli në arenën shqiptare energji, vullnet për të ndryshuar Shqipërinë. Mund të them se fitoria ishte përcaktuese, vendimtare për nxjerrjen e Shqipërisë nga mjerimi e në renditjen e saj për sa i përket ritmeve të zhvillimit. Kthehemi tek figurat e para të partisë. Si e shpjegon që disa nga ata figura u larguan? Pashko, Imami, si vlerëson? Unë e konsideroj hapur një tradhtit vërtet ndaj PD-s dhe vlerave të demokracisë. Duke konfirmuar këtë, nuk mohoj rolin që ata kanë luajtur dhe as kontributin e tyre, por e konsideroj të tillë linjën të cilën ata mbrojtën, koalicionin me Partinë Socialiste. Çfarë ishte kjo periudhë, doktor? Kjo për mua ishte gjëja më e papranueshme. Jo se unë nisem ose ushqehem nga paragjykime, por se interesi i demokracisë shqiptare kërkon që ajo të zhvillohet mbi bazën e alternativave të fuqishëm. Nga ana tjetër, Partia Socialiste, me të cilën këta zotrinj kërkonin koalicion, ishte PPSH, që në kongresin e saj të 10 ndroi emrin. Unë edhe sot mund t'u drejtoj miqve të mi të dikurshëm pyetjen: a është sot më e reformuar Partia Socialiste se ç'ishte në kongresin e saj të 10 në momentin që ndroi emrin? Si mendoni? Unë mendoj se nga momenti i ndrimit të emrit deri më sot, reformimi i kësaj partie në mos ka bërë në disa aspekte edhe regres, si goditja që elementi konservator në krye të saj i dha grupit të reformuar, por ky nuk është mendimi im. Ky është mendimi i smajtës europiane. Ky është një mendim në tërësi që ka në bazë të përgjithshme sot. Atëherë si mund të konceptoj unë që këta drejtues të Partisë Demokratike të kërkojnë koalicion? Unë do të kisha vlerësuar shumë përpjekjet e tyre dhe investimin e tyre për reformimin e Partisë Socialiste, në qoftë se këta ishin kaq të afërt me këtë parti ose ruanin ende lidhje me të. Kanë kaluar disa vite dhe doktori Zemrës u bë president, u bë politikan. Si me mendon tani që je politikan? Mund të them se në vitet e parë në politikë, ashtu si shumica e politikanëve, kanë përjetuar suksese, mos suksese, por ajo që mund të konfirmoj është se suksesi ashtu dhe mos suksesi në tërësi janë trajtuar drejt. Le të marrim fitoren e 22 marsit. Ajo erdhi pas një humbje të asaj të 31 marsit, pas së cilës shumë analistë besuan dhe menduan se Partia Demokratike kishte ardhur në fund. Por humbja e 31 marsit jo vetëm që nuk shënoi fundin, përkundrazi, ajo u pasua nga një përgatitje e fuqishme. Referendumi për kushtetutën ishte obligim, thot projekt kushtetutës. Shumë analistë uran si kalandrat borive se erdhi fundi i qeverisë demokratike dhe duhet bërë me njërë zgjedhje të përgjithshme. Në atë moment, unë propozova një zgjidhje kompromisi për një projekt të ri të kushtetutës, të cilën e rimora dhe tani së fundi jam bindur se pavarësisht nga intoleranca Partisë Socialiste për bërë një bazë të gjerë për zgjidhjen e problemit. Ju akuzojnë si pasionant. Çfarë mendon? Unë nuk mund të fshes se politika është pasioni im. Ka qenë pasion edhe në atë kohë kur kam qenë i bindur se më priste disfata e plot. Por unë do të ndalim këtu në një moment tjetër të theksoj se për 50 vjet me radhë, politikanët shqiptarë e konceptuan politikën si artin e gënjeshtrës, të mashtrimit. Për shqiptarët,
politikanin nuk ishte një imazh i dëshiruar, pavarësisht nga hipokrizia sociale dhe duartrokitjet. Në thellë në shpirtin e tyre, përshtypja nuk ishte pozitive dhe nuk mund të ishte. Sot ka të tjerë të cilët politikën e shikojnë ose e trajtojnë si artin e joshjes. Po ju, personalisht, jam i bindur se politika është arti dëshirës, por me një thelb të vërtet moral dhe fisnik. E ku qëndron ky thelb? E pyes. Thelbi i politikës qëndron te synimi i të mirës së shoqërisë, të mirës së vendit, të mirës së individit në tërësi. Kështu që unë mendoj se po të kesh parasysh një moral të vërtet, një thelb të tillë, nuk ka si të mos jesh pasionant pas politikës. Vetëm kaq mund të thuash. Unë mund të them nga ana tjetër se si politikan nuk kam parajgjykime për njeri. Kam shumë respekt për kundërshtarët e mi, kam respektuar dhe respektoj ata pavarësisht nga qëndrimet. Duhet të jenë të sigurt se respekti im për kundërshtarët ka qenë dhe mbetet gjithnjë i palëkundër. Gjithmonë jam përpjekur të mësoj nga gabimet e mia. Fillimisht ka qenë një periudhë tepër e vështirë, duheshin marrë shumë vendime të shpejtë. Në këto vendime padyshim që ka pasur edhe vendime të gabuara, por e rëndësishme është që unë personalisht gjithnjë kam dhe mbetem i bindur se nuk djal jashtë teorisë gabimit. Së treti, asgjë nuk më ka lënduar dhe nuk më ka lëkundë respektin e madh për lirinë, dashurinë e madhe për vlerat dhe respektin e pakufishëm për njeriu. Atë ndihmon e kaluara si mjek. Unë kam kaluar një jetë tërë si mjek. Në rafshin jo patologjik, por njerëzor, një nga mësimet e mëdha të jetës time ka qenë se thesaret më të çmuara njerëzore ndodhen në shpirtin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është një nga arsyet që unë e ruaj gjithnjë të paprekur respektin, dashurinë për njeriu të thjeshtë, kapacitetin për aksept. Unë jam njëri që kam patur dhe kam besuar, pavarësisht se ndonjëherë mund të thotë jo. Unë nuk kam thënë se kam patur ndonjëherë nga besimi. Njeriu duhet të ketë besim. Jam i sinqertë dhe e çmoj këtë cilësi. Doktore, e figura numër 1. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.